Valla, kryetarën hala se pas ke lëshu. Ja, hala, jo. Edhe qytetarëve ju pëlqen kur e shohin kryetarin që është i qasshëm, edhe hecë pa bodyguarda, pa si gjipat mëdhaj të zi që shë mësumi po pjesëtarët e qeverisë. S'ka nevojë as me ik, as me më qeh prej qytetarëve të cilët kanë votu për më po kryetari i Përzenit. Nuk i pas ka harru hala, se pasi jem të komentet qëto e dim edhe një koment që u bo viral. Që ja ke përshëndet familjen dikujt, apo na tregon ti që ja ke përshëndet. Kjo, qofse eventualisht vendosim me konkurru edhe për një mandat, ka me fitu sigur. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Ndodhemi në Prizren dhe jemi me kryetarin e Prizrenit, zotin Shaqir Totaj. Sot kena me bisedu pak për zhvillimet e fundit që janë të ndodhur në Prizren, edhe mos harrona për videot virale që janë të shku për ardhjen e kryetarit në punë me biçikletë. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje edhe mirë se erdhët në Prizren, po edhe mirë se erdhët edhe në zyrën e kryetarit komunës. Faleminderit shumë për pritjen. Kryetara po na tregon çka ka në plan Prizreni këto ditë, çu po shkojnë projektet, a ka diçka që ka me u zhvillu ditëve në vazhdim? Po Prizreni këto ditë është si qendër e jetës kulturore. Normal ka shumë projekte që janë vazhdimësi e sipër, mirë po me qenë se jemi në vellë, edhe ka fillu pothuajse sezona. Kanë fillu edhe shumë festivale, disa nga ato kanë përfundu, për shembull ka përfundu festivali i fëmijëve Flutrave, ka përfundu festivali Bunar Fest, ka përfundu festivali rock muzikës, edhe shumë shpejt pritet me fillu festivali ndërkombëtar i teatrave, edhe Dokufesti, po edhe Zambaku i Prizrenit. E gjitha këto festivale e bojnë Prizrenin qytet me një skenë kulturore më të begatshme edhe më të zhvilluar në Kosovë. Normal kjo tërheq mas veti edhe një promovim të vetë qytetit, edhe të artit, edhe tërheq edhe shumë mysafirë që të vinë jo veç nga Prizreni, po edhe nga këtë Kosova, po edhe shtetet për rreth. Këto në aktivitetet që zhvillohen vazhdimësi, po natyrisht edhe projektet e komunës, të cilat ndërlidhen pak me turizëm, pak me ambient. Për shembull, para disa dite kemi përfundu shtekun për hecje nga Marashi deri në Kala, dhe vetë kom dalë kom hec bashkë me Flutrën, me bashkëshortin teme, edhe kemi pa që është bo një punë shumë e mirë, edhe të gjitha ata qytetarë që në adhurus natyrës mund me dalë, me hec, e kanë mundësin me shiju natyrën, ambientin, po edhe me bo aktivitet fizik, pak për veti që është mirë. Ka edhe shumë projekte tjera të cilat jenë në vazhdimësi e sipër, mirë po për shkaqet problemeve buxhetore, për cilat kom folë shumë shpesh, disa prej tyne do të prolongohen, do të vazhdohen vitin e ardhshëm, sepse po besojmë që vitin e ardhshëm kemi me stabilizu pak në aspektin buxhetor. Domethënë këto janë ato gjonat aktuale për këtë sezon verore të cilat janë në vazhdimësi e sipër. Sa i përket teleferikut, kur parashihet me përfundu ose me rifillu ai projekt? Teleferikun e kemi përmend shpesh, edhe është një projekt i cili është qaq sa është i nevojshëm, qaq është edhe atrakcion turistik momentin kur bëhet. Ne kemi pas një bashkëpunim me kompaninë shtetënore, me agjencionin Swiss Contact. Kemi pas në nënshkrim faktikisht marrëveshjes 3 palë, memorandumit të bashkëpunimit edhe me Ministrinë edhe me Swiss Contactin. I tash jemi në fazën finale për me bë projektin detaj implementues edhe për me marrë lejen prej drejtorisë urbanizmit, edhe pëlqimin prej qendrës rajonale për trashëgimi kulturore, po aty kemi pas pak problemet natyrës pronësore, juridike, edhe na ka marrë pak kohë derisa të bëjmë zgjidhjen, sepse kontesti ka qenë rreth pronës, ku ka qenë plani më ndërtu teleferiku. Ato që mujme e konstatu kështu me 1% të madhe të sigurisë që teleferiku do të ndërtohet gjatë këtij mandati, edhe do të jetë një mundësi shumë e mirë për gjithë vizitorët me hyp në Kala nalt, edhe me pa Prizrenin personalti, e kjo është më rëndësishme sidomos për ata vizitorë që ndoshta për shkak moshës ose në problemit tjetër s'kan mundësi me hecë. Po përveç që është një mundësi, është edhe një atrakcion, sepse do të jetë projekti i parë i asaj natyre në Kosovë, edhe vetvete të qenë i pari, i arrit pak edhe atë peshën specifike dhe bën hala më atraktive dhe hala më interesante. A ka mendu diçka komuna Prizrenit për krejt mërgjimtarët që tash veç kanë fillu me ardhë, si në krejt komunat që bëhen, nështë çfarë do lloj koncertet vogla ose festivale, çka keni mendu me bë? Po kjo jetë dinamika jetës kulturore, e cila është e rritur kohën e verës,
me një farë mënyre koincidon me ardhin edhe të mërgjimtarëve tonë, dhe më thonë këtë që ato festivale që unë e përmena, ato nuk ndodhin rastësisht bashkëverës. Qëllimi është që edhe ata kur të vinë me pas pak një atrakcion pak më të madh, po specifikisht për ta ne kemi marrë një vendim ku oborët e shkollave lirohen për mi parku feturat, që për me u lehtësu pak mundësinë e gjetjes parkingit, kurse pjesa tjetër, gjithat puna që e bojmë për Prizenin, në fakt e bojmë për gjitha ata që janë qytetarë të Prizenit, pavarësisht që mund të mos jenë rezident, e këto fjalën e kemë për diasporën, do me thonë, ne ta shijojnë jetën kulturore në Prizen, ne ta shijojnë edhe jetën sportive, edhe pse tash ka më pak aktivitete sportive, po gjitha këto festivale, gjitha këto aktivitete, angazhime, janë destinume edhe për qytetarët aktual që janë rezident, po edhe për ata cilët vinë gjatë verës, edhe po besoj që nuk kanë më zhgëny, sepse kanë shka me pa. Për afërsisht, a edeni dirin sa vizitor janë ditën, sidomos ditëve të verës? Po se verës, Prizreni ka shumë vizitor. Verës zakonisht rritet numri vizitorëve, po kështu një statistikë të parafërt, afërsisht rreth 300.000 vizitor e vizitojnë gjatë vitit Prizenin. E pjesa më e madhe atyne janë kryesisht në kohën korrigusht, edhe një pjesë të madhe atyne përbojnë diaspora, po atyne s'mush me thonë turistët se ata njerëzit vinë në shtëpit vetë, familjet veta, mirë po tu në shtëpit vetë, familjet veta, pak jashtojnë sharmin edhe verës, jashtojnë edhe këtë qytetit, edhe natyrisht se këtë kjo e ka rëndësinë edhe vetë edhe në aspektin ekonomik, sepse dinamizohet pak edhe jeta ekonomike, shpenzojnë ka pak dalin në për restorana, në për bare, në për sene, po e rëndësish më është që ata po vazhdojnë më orë, mi pa familjarët të tyne, edhe na normal që i presim sepse janë pjesë integrale e këtij komuniteti. Kryetara, keni pushu prej zgjedhjeve? Zgjedhje për një vjet të gjys, 5 par zgjedhje, 3 par nacionale, 2 par lokale, më bo me vlerësu në bazë numrit zgjedhjeve, me në një kohë të shkurt na dalim shteti ma demokratik në botë, po nuk jam i sigurt a jemi apo nuk jemi, me thonë drejtë nuk ka dash me pushu, me të vërtet. Kemi pushu pak, po hala për na përcjell kjo psihoza e zgjedhjeve. Psihoza e zgjedhjeve në kontekst të asaj se a do të kemi institucione, a nuk do të kemi, apo pajtohet ai, apo pajtohet ky, a do të shkojmë prapë zgjedhje, një retorik e cila nuk po ofron ndaj kvalitet diçka, edhe kështu psiqikisht lodh ka pak. Çfarë mendimi keni? Çfarë përpritet sipas teje? Shumë vështirë me parashiku kur e kemi parasysh faktin se kemi të bëjmë me një kryeministën detyrë i cili deri më tani e ka tregu se as në premtim se ka marrë, edhe është shumë vështirë me parashiku veprimet e tij. Unë e konsideroj se partia e cila merr më shumë ti vota, përveç që i ka drejtat më të mëdha, ka dhe obligimin më të madh për me dhënë kontributin më të madh për konstruimin e institucioneve. Kjo nuk do të thonë që edhe opozita nuk ka detyrat e veta për me bë, po që ka më shumë vota, është më i fortë politikisht, ka obligime më tepër, ka përgjegjësi më tepër, edhe pritet një, unë kisha pas dëshirë me pa një qasje më konstruktive të kryeministit në detyrë edhe liderit vetëvendosës, që te tash nuk e kemi pa, por po ashtu kisha dash me pas dëshirë me pa edhe një qasje dyqysh më konkrete të opozitës, pjesë e cilës jam edhe unë vetë si nën kryetari i PDK-s. Sinqerisht unë besoj që nuk do të ketë nevojë më shkruaj zgjedhje edhe një herë se kjo është një humbje kohe edhe një preokupim i vazhdueshëm me zgjedhje, me numra, me deputet, po largon vëmendjen prej punës, prej performancës, prej projekteve, prej konstruktivitetit. E unë më shumë po kam qejf më fol për punë, për performancë, për projekte, për konstruktivitet, për kvalitet jetës e jo veç për zgjedhje. Kush ka fitu, qaç sa ka fitu, duhet me bashkëpunu secili me secili. Para mujt me lëviz prej pozicionit ku aktualisht jemi. A jeni pro një koalicionit mund shumë mes PDK-s dhe vetëvendosjes, apo mendon që PDK-ja do të menajt në opozicië edhe tha kryetari atë ditë pas takimit? Po shikoni, këto e ka definu kryetari, zoti Hamza, edhe unë nuk kam ndaj mendim tjetër jashtë asaj. Na në parim asnjëherë s'kemi qenë kundër. Mirë, po është shumë e vështirë me bo koalicion dhe bashkëpunim me një person i cili nuk tregon as minimum fleksibilitetit edhe as minimum nga dishmëria me lëviz për pozicioneve të vetë. S'mush me bashkëpunu me një person i cili ka kërkesa maksimale edhe nuk ofron kur gjë, a lyp çdo gjë. Shumë e vështirë.
Si e komentoni që asnjë deputet i PDK-s, po mendoj asnjë antar i PDK-s nuk është në prizren deputet kësaj here përveç? Po kjo është çështje e votuesve, edhe votues që ashtu kanë vendosur dhe tash nuk di edhe çush me komentu, me thonë drejtën. Po definitivisht i dashur që çdo parti me pas parasysh një fakt shumë të rëndësishëm që mos më legjitimu si parti rajonale, asnjëna parti, po me qenë shpërndame edhe me pas deputet në për çdo komunë, e për me mujtë më arrit kjo, unë sinqerisht pres ndryshim të ligjit për zgjedhje, ku Kosova shndrohet në disa zona zgjedhore, edhe atëherë kish me pas mundësi që prej çdo zone me pas deputet çdo partia, po thjesht. Prezidenti ka shumë deputet, pa ata kryesisht të komuniteteve, kurse që PDK edhe pse ka pasur një numër të madh votave, se ka asnjë deputet, po definitivisht duhet më bëhen ndryshimi i ligjit për zgjedhje, edhe atëherë kishim me pas rezultat ma gjithëpërfshirës edhe shpërndam deputet në për gjitha komunat. Kryetar, për relaksona është tash pak bisedën, s'po hina në politik. Po du me të pyet përveç që e ki hobi bicikletën, qa ka hobi tjetër kryetari? Po, unë e kam dy hobi kryesore, dy pasione, sportin edhe muzikën. E kur jemi të sporti, bicikleta është një ndër to, edhe ata që më njohin mirë, e din që unë tonë jetën e kom shfrytzu bicikletën për në për qytet këtu. 20 vjetë si drejtari ATK-s, drejtar rajonal, kom shku në punë me bicikletë. Mirë, po një pjesë e njerëzve të cilët më njohin prej që më bo kryetar, kom kanë pa të shku në punë me bicikletë, kanë menu që është marketing, kanë menu që është reklam, gjatë që nuk është, mirë po ka dalë, do të binden edhe do të shohin që kjo është mënyra e jetës time, është stili i jetës, edhe kemi pas rastin kur shumë qytetarë që kanë kalu rastisht, më kanë gjeru me video, edhe pastaj kanë plasu në rrjetet sociale, ka pas mendime që këto gjitha janë të porosituna, po nuk janë të porosituna, sepse s'ka nevojë me porosit me bëhen reklam për diçka që nuk është pjesë integrale e karakterit edhe mënyrës jetës time. Përndryshe, bicikleta është mjeti i transportit ma ekonomik, ma ekologjik, ma i shëndetshëm, ma praktik në këtë të lovi me makina në për çdo qytet Kosovës, po sidomos në prezent ku kemi shumë rrugë një kashe, besoni me makinë i bëj 20 minuta te në shtëpi ose gjysore, me bicikletë 5 minuta. Edhe thjesht e ndi veten mirë në qatë mënyrë. Po, unë jam të e pa qëto dhe një kosht basketbolit, se bicikletën kemi nga të regu poshtë, me pa edhe njëherë, pse që të kosh qëto? E këtë kosh, për ditëlindjen e 65, kur dhe kom dalë në penzion, ma kanë pru ma të afërmit të mi, më thonë familja, bashkë me këta antarë të kabinetit tem, edhe kemi qitë qëto, topin e basketbolit e kemi mrena, edhe ka njerë ku të kemi kohë të lirë, që rrallë ndodhë, dalëm shtu për jashtë edhe gjujmë ka njerë, në kash pak me hek stresin, pak më relaksu, po definitivisht basketboli është një sport që unë jë marrë aktivisht prej moshës dikur 2-13 veçare. Jëm kanë lejtar aktiv, masanena kryetari klubit basketbolit bashkimi, 8 vjetë nën kryetari Federatës Basketbolit, edhe hala luj basketbol me djalin tem edhe me shokët e ti, sepse këta shokët e gjeneratës temet të ralljen, në i kush që mundet marrë me lujtë. Apo na demonstron pak, nëse sfriton, nëse se ke arru alo. Ja, alo se kom arru. Qëto janë Ja, alo se kom arru. Tash me provu edhe me aqullu edhe koshit. Me foren. Valla, kryetar, hala, se pas ke lëshu. Ja, alo, jo. Kryetarët, na e folëm naltë edhe njëherë, të regana për fillimit. Na e folëm naltë, tash këtu e demonstrum, unë e thash bicikletën e vëzitit tan jetën, po thujse. Mirë, po prej që kom fillu me punu në punë të institucioneve të Kosovës, janë 20 vjetë në administratë tatimore, si drejtar rajonal, kom shku në punë me biciklet.
E masene kërë e mbo kryetari i komunës, që kom bërë një bicikl 3, pak më të mirë, më të lehtë, edhe jo veç në punë, po edhe në për qytet, kur do të ka nevojë lëvizje me bicikletë, sepse është më e lehtë, më shpejt arrin kudo, edhe më lirë kushton që s'harxhon kur gjë, edhe më shëndetshme, edhe më praktike, edhe shumë efekte pozitive ka, dhe inkurajoj edhe stafin tëm, po edhe qytetarët, më shumë me përdor bicikleta, është më shëndetshme, është më ekologjike, është më ekonomike, edhe më praktike. E kena pa ditëve të fundit që u bë koxha viral një video që të kanë xhiruar qytetarët. A ke has ndonjëherë me ndonjë qytetar që të ka thonë diçka në rrugë kur të ka pa me bicikletë ose çush janë kon ato reagimet? Ka shpesh raste që më xhirojnë bicikletë dhe i qesin nëpër rrjetet sociale, po ka edhe raste që më nalin edhe më pyesin, kanë ndonjë pyetje, kanë ndonjë elbete. Edhe kur kam kohë nalla, jo jap ndonjë përgjigje, kur s'kam kohë nuk nalla. Mirë po nuk ka pas raste që janë konë të organizuar ato, domethënë janë spontane krejt, që është një farë treguesi se edhe qytetarëve ju pëlqen kur e shohin kryetarin që është i qasshëm, edhe hec pa bodyguarda, pa si xhipat mëdhej të zi që është mësuar mi po pjesëtarët e qeverisë. Këtu është shumë më praktike, shumë më lehtë se tek e fundit s'ka nevojë as më ik, as më msheh për qytetarëve që kanë votuar për më bë kryetari i Prishtinës. Edhe kjo është një tregues se modestia, thjeshtësia çmohet dhe respektohet, ama kur është e vërtet e kur nuk është veç propagandë edhe marketing politik, që ka njëherë din më konë. A i ka kushtet e nevojshme Prizreni për ciklist? Ose pse nuk je konë në kërsi të vozit biciklet, po të kemi po gjatë rrugës ku edhe hecin kerët? Po kom dalë në këtë anën tjetër, për shkak se më pas dalë në atë anë që kisha mujtë më kthy me hinë zyre këtu. Në këtë anë është ma direkt, përndryshe, për shembull në kryetar ne kemi bërë disa shirita për biciklista, edhe ata vrehen, që edhe prej këtu i shihet shiriti Kuçetje. Po. E kemi në plan me e zgjanu apo me rrit gjatësinë e shiritave në për rrugë tjera, mi po hala nuk i ka në momenti, këtë kjo me qëllim që me ja mundësu qytetarëve që me përdor bicikletat, mirë po une po du me kërku për qytetarëve që t'i përdorin veç me një drejtim, në shkojnë në drejtim kundër me makinat, sepse rrezikojnë për me pas aksidente, edhe rrezikojnë për me pas lëndime edhe fizike, po të respektojnë rregullat, të vozitim sa ma shumë bicikletë, sepse është një praktik shumë e mirë, më të tregu për përvojës personale. A është nështë kjo edhe një thirrje të themi indirekte edhe për krejt kryetarët e krejt komunave në Kosovë që mos me i përdor që thati xhipat e kerrat luksoze po me shku në punë me bicikletë? Po kryetarët e komunave nuk përdoren shumë xhipa luksoz, po kjo ma shumë vjen për ministrat edhe për pjesëtarët e qeverisë. Përndryshe unë inkurajoj kryetarët e komunave, që i kam krejt kolegë edhe kemi raporte të mira, për shkak se jam edhe antar i bordit asociacionit komunave. Inkurajoj edhe ata që të japin një shembull të mirë me përdorim bicikletës, sepse është një model, për shkak se kryetari i komunës duhet përveç tjerash, përveç fjalëve të mira edhe punëve të mira që i bën, edhe mënyrën se çysh jeton vetë me qenë shembull. Edhe me dhënë një mesazh pozitiv edhe në këtë aspekt edhe në këtë drejtim. Sa i përket komenteve të qytetarëve që i ke pas, a kanë qenë është ta komentet mira, ka pas edhe kërkesa që s'kanë mujt me taku drejt për drejt, e kanë pas rastin që aty midis rrugës? Po ka, komentet kryesisht janë të mira, mirë po normal që kur je person publik, jo gjithku i pëlqen puna, edhe normal është me pas edhe kritika. Nuk është problem kur ka kritika, por problem është kur ka ofendime, edhe përdoret gjuhë jo adekuate, pa ajo bëhet kryesisht për do profileve fake, edhe kryesisht për përkrasëve të vetëvendosjes. Po vjen keq që më duhet me thonë kjo, po kjo është një e vërtetë e hidhur. Edhe unë inkurajoj ata njerëz që janë pak më të kujdesshëm, mund me kritiku, po nuk është mirë me shah edhe me ofenduese, secili prej neve ka familje, edhe qysh e nin veten familja jame kur ata më kërcënojnë edhe më ofendojnë totalisht pa nevojë dhe pa arsye. Po, jemi të jetu me një epokë të jetës digjitale paka shumë edhe kjo është çmim që duhet me pagu. Masi jem të komentet që tu e dim edhe një koment që u bo viral, që ja ke përshëndet familjen dikujt, apo na tregon që ja ke përshëndet. Kjo ka ndodhur, domethënë, unë vetë nuk i maj ato rrjetet sociale. Domethënë, faqet e mia edhe në Facebook edhe në Instagram i man dikush tjetër. E çaj dikush tjetër është nervozu, ku më kanë shah mua, më kanë ofendu, edhe ja ka kthyr në çat mënyrë, unë kur e kum pa, më njëherë ku më reagu edhe kemi fshinj ato,
më thonë drejten, disa njerëz e meritojnë. Po megjithatë duhet me rujt vetë kontrollën, sepse fjala një anonimi ka peshë më të vogël. E fjala një kryetarit komunës ka peshë pak më të madhe, edhe duhet me rujt standardin e komunikimit, edhe me dhanë një shembull, edhe një model, mënyrën se qysh sillet vetë kryetari, edhe qysh reagon vetë kryetari. Edhe kur je kryetar duhesh me konë gjendje, nashta edhe mi toleru disa gjona që normalisht si kishe toleru. Të më thonë që si e i mirë për gjithë ka, nështë ta për dikon një maj kesh, dikon një maj mirë. Problem kish me konë i mirë për gjithë ka. Se kryetari edhe liderin përgjithësi ka vizion, ka projekte, ka objektive, edhe gjitha ato jo gjithku i pëlqejnë. Sepse dikon nashta ja prish ka pak interesin, edhe është normale që ka njerë duhet me thonë jo, ka njerë duhet me thonë stop, veç duhet me ditë kuj, kur, edhe qysh me thonë jo. Se edhe ku të refuzohet një kërkesë, qofse përdoret një gjuhë e butë, një gjuhë e mirë, pranohet ma lehtë. Ajo që s'duhet më ndodhë është arogancë, fjalë tashpra, kërcënime, ofendime, shamja, shantazhe që për thëmë për fat keq ndodhin kryesisht prej përkasëve të vetëvendosjes. Kryetar, sa kilometra i bën ditë me bicikletë? Po, tash ka raste kur për vikend, në vend të aktivitetit fizik tjetër, dalë me bicikletë, dhe kur dalë me bicikletë me bë aktivitet fizik, zakonisht 20 km, 10 me një drejtim, 10 drejtimin tjetër, po ka ndodhë mas lakti me shku të Nxako, për 1 orë e gjysë kemi ndri, ama kur jemi këthy 3 orë e gjysë se u ladhëm mas e në. Po normalisht me bo një mesetare ditore, kështu, po thuj se çdo ditë 4-5 km i bëjnë me bicikletë. Kur është koha mirë, normalisht. Një mesazh për fond, krejt, se do të me vozit bicikletë? Po, janë shumë arsye për me pse duhet me vozit bicikletë. E para është ma e shëndetshme, se është aktivitet fizik. E dyta është ma ekonomike, se nuk harxhon kurrë. E treta nuk e ndojt ambientin, edhe katërta jep kontribut direkt për zvogëlimin e numrit makinave në për qytet. Për atë arsye edhe inkurajoj edhe qytetarët, edhe kolegët e mi kryetarët e komunave, që sa ma shumë t'i kthehen atij aspektit afërsisë me natyrën, sepse është e rëndësishme shumë. Kryetara, kena me të pas edhe për një mandat të ri në të ardhmen? Tash kjo është mandati i dytë i cili po sa ka fillu. Do të thoni ka një 6 muaj, jo thonë drejtën për mandatin e tretë kam dilema. Edhe ka hala kohë për me mendu për atë punë. Edhe arsye pse kam dilema është mosha, për shkak se unë veç kam dalë në penzion me letra, po me punë hala jo. Edhe do ta shikoj edhe zhvillimet skenën politike nacionale, edhe pastaj ma vonë e vlerësoj se a do të konkurroj edhe për një mandat apo jo. Kryetar, faleminderit shumë për kohën, edhe shpresoj që këshillat e tua i kanë marrë krejt edhe kanë me janis me provu ç'është me vozit bicikletë çdo ditë. Edhe një konstatim po do më thonë, nëse eventualisht vendosi me konkurru edhe për një mandat, ka me fitu sigurt. Sa po thu? Intuita, vetbesimi, performanca mirë për kraja për qytetarëve. Faleminderit shumë, kryetar, sukses në të ardhmen. Faleminderit juve që erdhët, edhe më dhat mundësinë që përmes intervistës me ju me ju drejtu qytetarëve. Faleminderit shumë. Një shtek për biciklista kemi ndërtu edhe në për mal. Mi pa jo është për kësi bicikla cross, me guma trasha që janë, edhe ta kanë pas një fargarë edhe na kemi kontribue, kemi ndërtu atë. Po për në për qytet, do të rrisim rjetin e shtigjeve për bicikleta, për me rritë sigurin, edhe për me mundësu njerëzve me dalë edhe me pas shtekun e vetë ka shkojnë me bicikla.